Komandanti i Forcave të Armatosura të Ushtrisë së Serbisë Miloje Miletic ka qëndruar sot për një vizitë në Kosovë, ku është takuar me komandantin e KFOR-it, generalin gjerman Markus Bentler. Zyrtarët e forcave paqëruat se thanë se takimi synonte ngritjen e bashkëpunimit dhe të sigurisë në të dy anët e vijës kufitare. Ky është në takimet e rralla që janë mbajtur në Kosovë, nëse takimet e tilla janë pjesë e zbatimit të marrëveshjes së Kumanovës të vitit 1999, me të cilën ju dha fund luftës në Kosovë. Nga Prishtina njofton korrespondenti ynë Besim Abazi. Zyrtarët e forcave paqëruese në Kosovë thanë sot se komunikimi i tyre me forcat ushtarake serbe ndihmon në ruajtjen e paqes dhe qëndrueshmërisë në rajon. Komentet e tyre nëpërmjet një komunikate për opinion u bën pas takimit të komandantit të KFOR-it, generalit gjerman Markus Bentler, me komandantin e forcave të armatosura serbe Miloje Miletic në shtabin qendror të KFOR-it në Prishtinë. Takimi ishte pjesë e punës në kuadër të Komisionit Përbashkët, i cili është ngritur me marrëveshjen e Kumanovës të 9 qershorit të vitit 99 në mes KFOR-it dhe forcave të armatosura serbe, e cila i kishte dhënë fund edhe luftës në Kosovë. Qëllimi i takimit, i cili është mbajtur larg syve të gazetarëve, thuhet në komunikat, ishte ngritja e bashkëpunimit dhe sigurisë në të dy anët e vijës kufitare. Në këtë takim u bisedua për çështjet e interesave të përbashkëta si lufta kundër kontrabandes, siguria e vendkalimeve kufitare dhe problemi i kalimeve të paligjshme në vijën kufitare administrative, thuhet në njoftimin e cilën nënvizohet se këto takime rrisin bashkëpunimin mes KFOR-it dhe forcave të armatosura të Serbisë për të mirën e gjithë qytetarëve në rajon. Bisedimet kontribuojnë mas të madhe në ruajtjen e paqes dhe stabilitetit në rajon, thuhet në komunikat, në cilën theksohet se takimet e tilla janë të rregullta edhe me Shqipërinë, Maqedoninë dhe Malin e Zi. Institucionet e Kosovës janë vazhdimisht të informuar nga ana e KFOR-it për këtë proces, thuhet në njoftimin e forcave paqëruese në Prishtinë. Takimi i sotëm është ndër të rradhët që zhvillohen në Kosovë, ndërsa në të kaluarën ndonjëherë komandanti i KFOR-it ka qëndruar në Serbi e ka pasur raste kur këto takime janë zhvilluar edhe në brezin kufitar. Por takimet e nivelit të lartë ishin pezulluar për një periudhë kohore për shkak të kundërshtimit të autoriteteve serbe ndaj programit të forcave të NATO-s për ngritjen e forcës së sigurisë së Kosovës. Ngritja e kësaj force, që do të ketë 2500 pjesëtarë të armatosur lehtë dhe 800 pjesëtarë rezervë, nuk është parë me sy të mirë nga Beogradi, i cili e sheh atë si bërtham të ushtrisë ardhshme të Kosovës, pavarësinë së cilës vazhdon ta kundërshtojë. Forcat paqëruese ndërkaq kanë bërë thirrje edhe pjesëtarëve të komunitetit serb që të bëhen pjesë e forcës së sigurisë, e cila deri në ngritjen përfundimtare të saj, që pritet të zgjasë deri në vitin 2012, do të trajtohet si një organizatë civile. Për Zërin Amerikës, Besim Abazi, Prishtinë.